Orë për te, po t'ishin gjithë homoseksual, do kishte jetë... Po jo më se... Unë mendoj se këta janë plaga e shoqërisë moderne dhe jo vetëm me emancipimin e saj. Janë burimi varfër, por thelbi komenteve, se unë lexova të gjitha nuk arri, qëndron në faktin që përderisa është një zgjedhje tyre personale, le të qëndroj, por përderisa dalin dhe manifestojnë në një paradë, është provokim ndaj pjesës tjetër të shoqërisë. Ky është thelbi. Me le, se nuk e mbarova. Ta mbare Kristi ta e fjalën. Këtu ka, që tani mund të ndihet, ka një seri emocionesh, ndoshta jo vetëm tek të ftuarit dhe debatuesit, por është shumë emotiv. Tani, gjëja më e mirë që ne mund të bëjmë është që të paktën të vendosim ca linja ku do fillojmë të debatojmë dhe ti konsumojmë njëra pas tjetrës me radhë, sepse përndryshe do të bëhet ideja që një grup gejsh, homoseksualësh, meshkuj apo femra, do evidentohen publikisht. Pra thënë ndryshe, shoqëria, përsa koekzistojnë, ka një paragjykim, por nuk thot gjë, në momentin që dalin publikisht, pra të cënojnë në publik. Duan të bëjmë parad me krenarit. Sensi i paradës, Betemi këtu, do dhe nuk ka rëndësi bëhet parada. Pikërisht, deklarimi për një dalje publiko. Sensi i paradës, për hir të së vërtetës, ka forma të ndryshme në varësi të problemeve të ndryshme që ka në vende të ndryshme. Unë personalisht mendoj që paradën e parë ka nisur Jezus Krishti, që nga sheshi kur Ponc Pilati bashkë me gjithë turmën e izraelitëve vendosën të kryqëzonin Jezus Krishtin, edhe për mua simbolikisht gjithë parakalimi nga sheshi deri tek kodra ku kryqëzua, që ishte një parakalim me një personi të mundur për ligjet edhe për moralin e kohës, por që mbante në fakt bisupe gjithë peshën e së vërtetës dhe gjithë anën e mirë të historisë. Unë e besoj Jezus Krishtin personalisht, mendoj që ishte një parad e mirëfillt si të gjitha paradat që sot bëhen në botë, por me mënyra të ndryshme. Mos e quaj parad, quaj dalja publike. Në vitet 60, mes e viteve 60, ka qenë në momenti historik kur paradat filluan të shfaqeshin për herë të parë. Edhe bëj fjalë për një periudhë historike kur homoseksualizmi ishte i kriminalizuar në të gjitha vendet e botës. Kështu që paradat doli, sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si një formë për të shprehur e para kundërshtim ndaj faktit që një grup i popullsisë diskriminoi dhe një grup i popullsisë konsideroi si qytetari dorës së dytë apo i tretë, sepse ata ishin mësuesi, ishin doktor, ishin politikan, ishin student të mirë, ishin artist, ishin personalitete secili në fushën e tyre dhe ishte pa drejt që një grup të kishte gjithë të drejtat e mundshme të shoqërisë dhe grupi tjetër vetëm për hir të një veçantie të futej në burg, të torturojë, të vritej e kështu me radhë. Në vitet e sotme, paradat nuk janë të gjitha ato që ne shikojmë në median, sidomos ditë e fundit në media shqiptare. Kaput e fakti, a është Shqipëri i parakohshëm organizimi ose dalja publike e një komuniteti? Absolutisht jo. Për mendimin tim, ky debat që ne po bëjmë këtu është një paradë mirëfill e ideve dhe e të gjithë mendimit, qoftë edhe politik që ka pas lëvizjes për drejtat e homoseksuale në Shqipëri. Është e vetma mënyrë, është e vetmja, po themi, medium për të shprehur një sër kërkesash dhe për të treguar një seri realitetesh të përditshme. Absolutisht jo. Është një, domethënë, në momentin kur një grup i shoqërisë, aq më tepër që është një pjesë e minorancës së shoqërisë, kërkon të fitojë disa të drejta, kjo nuk do të thotë që po i heqim shumicës të drejta. Kjo do të thotë që ne po fitojmë, po kërkojmë që të kemi të drejtat barabarta për gjithë. Zotria, jo, edhe unë kam qef të bëj një historik, do më lejosh 2 minuta, një historik. Unë e shikoj këtë lëvizje që ka marrë një hofë në vitin 68, majnë e 68 në Francë. Po. Me le. Lëvizje më e komplikuar. Jo, nuk është më e komplikuar se aq, aty ka një hofë veçantë si frankofon, mund ta hulumtoj në lëvizjet e majit 68-s në Francë. Dhe në lëvizjet e majit 68-s në Francë, 3 juifs allemands që quheshin, që dhe gjithë studentët pastaj Sorbonës ta nuk som tu juifs allemands. Daniel Cohen-Beck, Razel Rissel dhe Bernard Levi. Mos na fut shumë në histori, për që pronit e rastit. Ata kërkuan midis të tjerave dhe të drejtat që studentët të mos rrinë në më të ndarë, të flinin bashkë, meshkuj, femra e tjera dhe shkonin dhe më tej, shkonin dhe deri këtu. Një nga arsyet e kundër, besoj. Jam kundër sepse kjo është edhe lëvizje e majt, unë jam kundër të majtës, se homoseksualizmi është edhe lëvizje e majt. Absolutisht po. Po pse i përcaktove ata 3 drejtuesit si hebrejnë gjerman, mund ta di? Jo, ta them, ata janë me origjinë hebrej-gjerman. Pse çfarë rëndësie ka? Çfarë rëndësie ka? Jo. Po me leje të shprehem. Dhe mbasi ata morën drejtimin e kësaj lëvizje, të gjithë studentët që i mbështetën, tha ne jemi të gjithë juif alman, në mbështetet të tyre,
sepse unë jam pro-hebrej që ta dish. Unë jam pro-hebrejve. Futuni në temë, tani, të lutem, mos e abërndani, vetëm i të thelbi. Pra, nga këtu, kjo lëvizje ka një impuls tjetër me koncertin e matë Woodstockut, drog, seks dhe rock'n'roll, dhe vazhdon më tej. Tashti, për të gjitha këto arsye, unë jam kundra, pra, është lëvizje që është kundër ligjeve të Zotit, kundër ligjeve të natyrës, është lëvizje e majtë dhe e fundit fare është ajo që më shqetëson në familje. Djali im që është 12 vjeç më pyet, o babi, po kur të martohen dy burra, si do bëjnë fëmijë më vllakta, si do bëhet fëmia, si do shtohet popullsia? Po in vitro si. Ka Murat, ka parë një problem. Po me spermën e homoseksualit, po duhet një femër. Aq më tepër që ta mbaroj dhe me një rrjesh zoti Fevziu, që ne shqiptarët me problemet që kemi në rajon dhe në Ballkan, me fqinjët, ne kemi nevojë për një rritje demografike akoma më të madhe. Tashti ne do vazhdojmë me këto histori. Zotri, që të bësh argumenta të tillë do të thotë që mos kesh fare respekt për inteligjencën e njerëzve që janë këtu dhe aq më tepër për inteligjencën e njerëzve që po na ndjekin në televizion. Shqipëria, Shqipëria ka shumë halle, Shqipëria ka shumë probleme, Shqipëria ka më fal. Ne kemi hallet e përndjekurve, kemi hallet e pronarve, kemi hallet e krizës ekonomike, kemi hallet që në Xhmia Hoxha del dhe na shan dhe na ofendon. Kemi hall që disa njerëz dalin djegin dhe një libër të këtij ose tjetër. Po tash i trim të majmë hallin edhe problemet tuaja që çfarë do me boti, po boçat e do kreqet. O Murat, ti mos mbaj, Murat, më ka pëlqyer shumë se dua që ti vëm një vizë kësaj çështjes një herë të paradës. E para, duhet kujdesemi edhe për problemet e tuaja. Murat, se je edhe përfaqësuesi një force politike, dhe ajo që në një shoqëri demokratike ti zotri do kujdesesh për të gjitha problemet e njerëzve. Edhe për prapanicën tënde? Po jo or burdazi. Prapanicën tënde. Po jo or burdazi. Më fal, Kristi. Murat, më fal se do t'i vëm një vizë historisë të paradës, se është një vizë që ja kemi më pëlqeu shumë ai avokati popullit se tha një gjë që duhet i bëri fund anës ligjore të bisedës për paradën. E para një herë që të sqarohemi, asnjë njeri nuk tha që ishte paradë, tha që është dhe do jetë një manifestim në përkraje të drejtave të komunitetit. Në shtyp ishte paradë. Manifestimi gabimi media. Në votë duhet manifestimi Tani, në vitin 1990, shqiptarët zgjodhen alternativën, zgjodhen alternativën t'i përkasin vendeve të demokracisë. Kushtetuta e Shqipërisë garanton barazinë e gjithë dhe paraligjit, garanton të gjitha të drejtat fundamentale të gjithë njerëzve, një nga cilat është e drejta manifestimit. Do me thënë, çështja, po, pa diskutim, respekt për kryeministrin që doli hapta. Do me thënë, e drejta në këtë, më fal, në sistemin. Berisha tha që kanë të drejtë demonstrojnë. Në këtë sistem që kemi zgjedhur gjithë ne këtu, edhe ju që kulturalisht mund t'jeni kundër homoseksualizmit, nuk keni asnjë legjitimitet në sistemin që kemi zgjedhur që të kundërshtoni të drejtën e çfarëdo lloj komuniteti. Ti ke drejt demonstrosë, unë s'kam drejt kundërshtoj që shkome. Të gjithë ti ke të drejt të demonstrosh. Jo, ti se unë nuk demonstroj. E parë, do me thënë, e drejta e unë kam drejt kundërshtoj. Murat, do më lësh mbaroj. Po, unë kam drejt kundërshtoj. E drejta e çdo grupi për të manifestuar është për të mbledhur, për të organizuar, për të manifestuar, është e drejtë themelore e njeriut. Të gjithë këtu kemi nënshkruar në 90-ën. Dikush bën një pyetje, po të kërkojnë. Po çfarë mesazhi do japim njerëzve më? Çfarë mesazhi do jap fëmijët? Çfarë mesazhi jep fëmijët? Kërcënimi me dhunë. Mor fëmijët, kërcënimi me dhunë. Çfarë mesazhi jep fëmijët? Në përgjigje të ushtrimit të drejtës për manifestim. Do më lësh të mbaroj. Ne kemi një brez fëmijësh për trim. Çfarë mesazhi jep? Është e rëndësishme të ndahemi nga dhuna. Çfarë mesazhi jep fëmijës? Do më lësh të mbaroj. Fëmijës çfarë mesazhi jep? Kërcënimi me dhunë. Kërcënimi. Mos dëgjoj babin. Dëgjoj ty. Kërcënimi Murat. Mor prevenxhere, ta u prevenxhere për mikrofonin. Kërcënimi si demokratike të edukohet edhe të formohet personalitetin e vet. Po sikur fëmia juaj të ishte homoseksual, nesër çfarë do i thoshet ju fëmijës juaj? Po, çfarë do i thoshet? Me shpresë Zotit e them publikisht, nuk i mbam. Aty edhe në burg. Atëherë kundar. Ne jemi homoseksual. Praktikisht ne këtu kemi bër një barierë që publiku është shumë i aftë ta dallojë dhe është shumë i zgjuar që të bëj
ndarjen drita dhe errësira. Një pyetje dhe japa njerëzës fjalën. Kto për mua. Atë s'ka më vend për debat. Synimi me dhunë.